Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Pa fillim me një pyetje interesante që faktikisht na ka ardhur dhe na bëjnë halal vëllezërit e motrat që dëgjojnë, por faktikisht është hallë kjo punë sepse në kohën që jetojmë është kthyer në sprov ndoshta. Kur isha herë në fundit thot në Kosovë, një vëlla më bëri një pyetje dhe të lutem desha që ju ta trajtonit me zë për arsye sigurie. Pra më sa duket ky e pas ka dhënë thot van, po tani thot ç'a mendon ti? Okej, ta shohim. Pyetja thot ishte kjo: A lejohet të shesësh lodra seksi të cilat vinë nga Kina dhe janë për dëfrim personal, pa shkuar në imoralitet? Zoti ju ruaj të ju dasht, nëse ka argumente do ishte më mirë. Amin. Edhe ty Zoti truaj të dasht, normalisht me argumente inshallah taala. E para, këto nuk vinë vetëm prej Kine, pa vinë anej, kënej, gjithë anej. S'ka lidhje se çfarë prodhimi është, pra që mos kuptohet se ka lidhje me prodhimin se është kinez, mollë keq, ose i mirë. Kjo meseleja është si më poshtë vjen. Përdorimi i këtyre lodrave që ka bë vllai jon pyetjen është si më poshtë vjen. Nëse përdorimi i tyre është që e çon mashkullin ose femrën në ejakulim, bëhet haram. Nëse e çon në vetë mjaftim nga martesa, bëhet haram. Nëse bëhet shkak që njeriu të ftohet nga raportet me bashkëshorten e tij, bëhet haram. Pra fjala përdorim personal nuk e justifikon këtë gjë. Pra nëse shkon në ejakulim, shkon në haram. Nëse shkon që bëhet sebeb që njeriu të vetë mjaftohet, se kështu ka arrit puna sot në ruaj. E arrin kënaqësinë nëpërmjet kukullave, nëpërmjet gjërave që janë të krijuara postafat për këtë punë sot në ruaj. Atëherë bëhet haram prap. Se përdorimi ty në çon në ftohjen e njeriu në raportet bashkëshortore, prap bëhet haram. Nëse përdoren në haram, prap bëhen haram. Si përdoren haram? Përdoren, tani më vjet zor me dhon shembuj, po e rëndësishme, iku. Mund të lejohen gjëra që janë mes dy bashkëshortëve për të nxitur dhe për të rritur më shumë raportin mes tyre. Kjo pastaj është gjë tjetër, mund të jetë siç janë lubrifikantët, siç janë disa lloj, po diun, kremrash, disa lloj ëmbëlsirash e ku dëgjon e tjerë që përdoren mes dy bashkëshortëve, s'ka problem. Ama që të përdoren në kuptimin që njeriu të shkojë deri në vetmjaftim apo në ejakulim, atëherë kjo bëhet haram. Argumenti, thot vllai, se thot kemi besim, thot kjo fjala jote, po duam argumentin, Allahu shpëlbeft. Fjala e Zotit: "Walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha ghayra dhalika fa ulaika humul aadun." Ata të cilët i ruajnë ose e ruajnë veten e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, ata të cilët, flet Allahu për besimtarët duke i lavdruar besimtarët e mirë dhe besimtarët e vërtet,
tha Zoti, dhe ata të cilët dhe ato të cilat e ruajnë veten e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se në raportet bashkëshortore ose çfarë është lënë nën pushtetin e tyre, dhe cili do që ndërmerr rrugë tjetër përveç kësaj, pra martesa ose konkubinat, cili do që ndërmerr rrugë tjetër përveç kësaj, i ka tejkaluar kufinë e Zotit. Kjo është arsyeja që dietarët kanë dhënë këtë lloj fetvaje. Kështu që për mos me lodhë dëgjuesit, haram. Gjykimi është haram, sepse zakonisht këto gjëra përdoren që njeriu ose të vetë mjaftohet, ose të kalojë në ejakulim, e s'ka dyshim pastaj që kanë efekte shumë negative anësore. Përse ne zakonisht kur dikush pranon Islamin, gëzohemi. Përse ne kur dikush pranon Islamin, gëzohemi. Nëse një njeri do të kishte shpëtuar në një aksident, a do të gëzoheshim? Vallahi po. Nëse një njeri do të kishte shpëtuar nga një smundje e rëndë, a do të gëzoheshim? Vallahi po, shumë. Një njeri shpëton një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit, s'ka për të djeg në xhenem. A nuk është për të gëzuar? S'ka dyshim që po. Kur themi frika ndaj Zotit, çfarë nënkupton? Frika ndaj Zotit nënkupton që njeriu të jetë i kujdesshëm. Për këtë arsye kanë thonë, frika ndaj Zotit është kamzhiku i padukshëm për njerëzit në këtë botë. Çfarë i mban njerëzit? Frika se i ditë takojnë Allahu. Çfarë i mban njerëzit? Ka xhenem. Çfarë i mban njerëzit? Meraku se fitojnë hidhrimin e Zotit. Çfarë i mban njerëzit? Meraku se nuk do t'i përfshi mëshira e Allahut. Frika ndaj Zotit është kamzhiku i padukshëm i Zotit në tokë. Pra nëpërmjet këtij kamzhiku Zoti orienton njerëzit. Pra me kuptimin shpirtënor, me kuptimin edukativ, me kuptimin orientues, me kuptimin dlirësues. Për këtë arsye njëri që ka frikë Zotin nuk mund ta kundërshtojë. Një që ka frikë Zotin nuk mëkaton. Po nëse ka bën, pendohet. I kërkon falje Zotit. Për këtë arsye kanë thonë, çdo frikë ndaj çdo kujt të bën ti ikësh atij, ose ti largohesh atij. Përveç frikës ndaj Allahut, ajo të bën ti afrohesh atij. Çdo frikë në këtë botë e bën të friksuarin të marrë arratin ndaj atij që i ka frikë. Përveç frikës ndaj Zotit, që e bën njeriu të marrë arratin për te Zoti. Tha Zoti në Kur'an, "Fafirru ila Allah." Merrni arratin te Zoti juaj, mbrohuni, strehohuni, gjeni qetësi tek Zoti juaj. Kjo është që ne themi frika ndaj Zotit. Dhe nuk është kuptimi i frikës ndaj Zotit që njeriu të jetojë me fobi, që njeriu të jetojë i trem se kur po i vjen ndaj gjë nga qielli. Njeriu që më shumë të është frikësuar Zotit dhe që e ka njohur Zotin është pejgamberi alayhis salam. S'ka pas pejgamberi sa më sjellje të tilla në jetë. Nuk ka pas pejgamberi sa më sjellje të tilla në jetë, por frika ndaj Zotit nënkupton që njeriu është i përkushtuar, është i kujdesshëm dhe i ndjeshëm, që do të thotë nëse ka bën më njëherë kap veten dhe nuk e lën veten e tij që ta marrë, si më thon, ortegu i mëkateve dhe i gjunaheve. Kjo është kuptimi i frikës ndaj Zotit.
Nëse bëjmë diçka që i vdekuri e ka pasur qejf dhe e pëlqente, a kemi shpërblim? Për shembull, i vdekuri sa ishte gjallë i pëlqeshin petullat me shërbet. Thot pyetësi ose pyetja, nëse ne hajmë petulla me shërbet, a i bëhet i shkon atij haberi atje? Sa i thonë, Zot na ruaj mend të kaptinës, jo të kokës, po mend të kaptinës. Ç'na ka gjetë, elhamdulillah. Kam një borxh të trashëguar nga baba im i cili nuk ka arritur dot ta mbyll, ishte shifër e madhe. Borxhdhënësi na ka thënë, mos bani dert për ta kthy. Po unë duhet ta pastroj kur të kem mundësi sa më shpejt inshallah. Pyetja ime është sa a duhet t'jap zakatin së pari apo të mbyll borxhin? Mashallah, mashallah. Zoti e shpërbleft babën tat që ka tregu borxhin. Se ka njerëz që vdesin pa tregu borxhet. Zoti e shpërbleft personin i cili ka dhënë borxhin dhe ka thonë mos baj dert për këtë punë se unë e kam bë halal i qoftë. Dhe Zoti e shpërbleft ty që po munohesh që këtë punë me mbyll sepse edhe pse baba inshallah taala është i toleruar nga i Zoti i borxhit të tujon, kam qejf siç ka pas qejf baba im me mbyll borxhin. Allahu ta shpërbleft. Përgjigja. Nëse ti e jep zakatin e borxhit që po mbledh vit për vit, pa arrit dita, je në rregull. Për shembull, borxhi është 1 milion euro. Dhe ti ke mundësi që vit për vit të mbledhësh nga 50.000 euro. E me shpresë të Allahut për 20 muaj me e shly, për shembull. Jo, për 20 vjet me e shly, për shembull. Ose për shembull, borxhi është nëse. Dhe ti kur erdhi viti i parë, para se me shku viti, e nxorë zakatin për 50-shën. S'ka asnjë lloj obligimi. Ama e zuni viti 50-shën, edhe pse është për borxh, duhet të jepet zakatin. Kjo është një çështje për cilën ka dy menime. Shkollat islame të jurisdiksionit, një mendim që thotë, jo, përderisa është për të la borxh, s'ka obligim zakatin të. Mendimi tjetër, unë për vete jam shumë më i qetë ke ky mendim, është që përderisa leku është mbledh, pavarësisht arsyes se pse është mbledh, duhet të jepet zakat. Unë për vete, edhe pse ky mendim është mendim i një pakice, jam më i qetë ke ky mendim për dy arsye. Arsyeja e parë se plotësohen të gjitha kriteret e dhënies zakatit. Arsyeja e dytë, sheriati në zakat ka pa interesin e fukarajt, më shumë se çdo gjë tjetër. Po do të thosh po borxhi më zotni, po ta laj përpara se marr data valla. A ka për të dhënë 50.000 euro vit për vit atij? Po. Do ta japi para se marr data, pse duhet presi datën e zakatit? Allahu e din më së miri. Kam 5-6 vite që falem duke ndjekur të njëjtën procedurë siç e kam parë tek videoja e publikuar në YouTube duke bërë farzin e guslit. Mirë, po tani mas 5 vitesh po shoh një video tjetër, ju kam parë juve që thoni që duhet marr gusli në formë tjetër. Pra, lahet aureti, merret abdesi, lahet koka, pastaj lahet trupi. Po unë që jam fal gjithë kohën duke marr guslin gojë, hundë dhe gjithë trupin, në rregull jetë. Problemi është se ti ke ngjur gjysmën e fjalës. Gusli, larja e përgjithshme e trupit, është dy kategori. Gusli i mjaftueshëm ose i detyrueshëm, gojë hundë gjithë trupi. Dhe gusli i plot ose sipas sunetit, aureti, abdesi, koka, trupi. Nëse bë këtë të parin, je në rregull. Nëse bë këtë të dytin, je akoma edhe më në rregull. Stresi në ngrirje. Bashkëshorti im dhe unë duam të marrim mbiemrat e njëri tjetrit.
Zot na ruaj mend të kaptinës. Alhamdulillah. Pra të kemi nga 2 mbiemra, që kur të lindin dhe fëmijët, pastaj dhe fëmijët kenë nga 2 mbiemra. Për shembull, nëse burri e ka mbiemrin Allgjata ose Haxhi Ymeri, ose burri e ka mbiemrin Prifti dhe nuse e ka mbiemrin Hoxha, do të dalin mbiemri Baftjar Prift Hoxha. Dhe fëmia i parë që do i lindi nga kjo martesë, Zeneli, do të jetë Zenel Prift Hoxha ose Hoxha, njëri Prifti, tjetri Hoxha Prifti. Pasha Zotin, domethënë jemi një popull pjellor shumë për sa i përket idiotësirave. Nuk besoj se na e merr kush në botë. Burri man mbiemrin e vet, gruaja man mbiemrin e vet, kaq. Sepse mbiemri i burrit do të thotë se është nga ky fis, e nga ky gjak. Mbiemri i gruas do të thotë se është nga ky fis dhe nga ky gjak. Kaq. Po ndoshta është problemi muhabet tjetër, po që problem dokumentash, pasaporte, muhabet. Atë flasim pra, bëj pyetje dytë. Kur nuk është problem, kur nuk ka stres kjo punë, përse duhet me marr mbiemrin e tjetrit apo 2 mbiemra bashkë? Nëse thotë për shembull gjos, unë kam domosdoshme që të kem përveç mbiemrit tim dhe mbiemrin e burrit, po, shkruhet në klapa. Për shembull, le të themi Zeliha Hasani në klapa Meta. Pra kuptohet që mbiemri sa origjinal është ky, nëse mbiemri i vën për efekt dokumentash është ky. Kështu këtu thotë, morim mbiemrat, 2 mbiemrat i bëjmë bashkë. Po më qenë mbiemri i njëjtit me 17 shkronja dhe mbiemri i tjetrit me 13 shkronja, i bjerë me dal mbiemri i ri me 30 shkronja. Pa lejohet kjo me ligj herë. Lejohet kjo me ligj? Me ligj është. Ose marrin mbiemrin e burrit, ose marrin mbiemrin e gruas, ose mban gjithë secili mbiemrin vete. Ta duam me sa duket me ndryshuar dhe ligjin me këtë sebeb. Ti fusim një rregullim ligjit që të lejohet bashkimi i mbiemra, alhamdulillah. S'ka më, duhet me pas sabër, të modh. Po vallaj, Zotin fal. Hoxhi nderuar thotë kam bërë operacion sy dhe unë nuk mund të marr abdes. Problemi tjetër është se unë nuk mund të marrë tejemum se nuk duroj në sytë e mi fare dhe. Po kush ka thonë se duhet me fut dhe më sytë, më të falta, të fut Allah në xhenet të fut. Si e kupton të tejemumin? Më u la kështu, tejemum do thot i gju pam, kërko fytyrën edhe duart. Nëse që ka kaq problem pluri, tavolinës, bismillah. Qelalat. Nëse tavolina ka pluhur, bie kësaj, këtu, bismillah. Robës, bismillah. Çfarë më bë? Ky është mendimi më i saktë dietar që lejohet. Hoxhi ndaruar thotë desha të sqaroj se ke bërë thotë një përgjigje në lidhje me fotografinë e pasaportave në Itali. Informacioni që të ka ardhur është disinformim. Nuk obligohen femrat në Itali që t'ju hiqet shamia për pasaport. Edhe kjo është e saktë faktikisht. Që Zoti i falta, ata njerëz që të bëjnë pyetje dizinformuese. Ti mund të bësh pyetje dhe thosh. Ora si bëhet nëse se një vend na kërkohet që me hiq shamin për pasaport. Sa aty ke pyetje që më është bërë mua thoshte në Itali. Dhe unë si i pavëmendshëm, se s'do të them afdall, dhe unë si i pavëmendshëm e kam lexuar pyetjen siç më ka ardhur. Dhe kjo është gabim faktikisht. Gabimi im. Nuk është kjo e vërtetë në Itali. Do t'i kisha thonë këtij vllajt, zotni, kjo pyetje jote është shpifje dhe mashtrim. Në Itali nuk i kërkohet femrës që të hiqë shamin për të marrë pasaport apo për të vënë pasaport
apo për t'i dhënë kartë identitetit. Ja ku e kemi vllajin këtu. Obligohet që ta heqësh amin kur bëhet foto për pasaport? Ha? Ja pra, jo. Pa e ditur se ja ka pyetja këtu. Thot, nuk është as pak e vërtet, thot, për ne që jetojmë në Itali që dhe se duhet thot që të zbuloj flokët apo shpatullat apo gjoksin. Fare thot nuk është e vërtet. I çfarë thot siç është aty thot me shami bën foton edhe del jashtë. Apo duhet qisi edhe vjera ime më ka thënë se punata ime i ka thënë që unë e maj në përgoj. Por kjo nuk është e vërtet dhe më ka lënduar shumë. Dhe ajo pa na e nxit vjerën dita ditës kundër meje dhe krijon përçarje në familje. Çudi pas ka dhe kështu punatash? Se në përgjithësi kunatet janë mashallah. Si duhet sillem mund thot, si pas islamit, atë të përballem me të, apo të hesht dhe të lejnë dorë Allahu. Me hesht jo mos ty po të plas zemra, po të shpifët në kancer po heshte. Se po t'ishte për hesht, mos pyet fare. Po përderisa situata është e tillë, ti duhet së pari të njoftosh burrin tat. Ti thosh burrit, o burrat e këtu po, kështu muhabeti. Tanë dili për Zot këtë muhabeti. Burri duhet që të thrasi nonën, të thrasi motrën dhe thotë stop, se s'është normale kjo gjë. Ose ma vërteto që gryra ime ka shah nonën time, apo ka fol keq për të, apo e ka përgoju, ose për ndryshe i thash Hoxha Ahmedit me të arrestu. Po valla i kisha arrestu 2 vjet këtë kunatën që shpif për nusen, 2 vjet i kisha futur në burg, pasha Allahun. Për edukim. 2 vjet. 30 jetë pastrojt e burgun. Para sa ditësh thot fola me të që më uroj për djalin, mendova se i kishte ikur mllëfi ndaj meje, nuk e prisje që vjera ime të shkonte te vajza e saj dhe vajza e saj ta ushqente me mllëf ndaj nusës. Si të reagoj? Po pra e tham këtë punë. Pavarësisht se unë thot i mirëpres, i respektoj, ju bëj ushqim kur vinë, e gjitha mirë pa ato fillojnë dhe më thumbojnë, e flasin me kunja. Shumë mirë, mos u gatuj mo. Mos i prit më mirë. Kur të vini po ka i tas lalt, ta pinë aty, në i kafe, në hec. Shko ke kalamojt, shko ke puna, shko ke kuzhina. Se kështu e dun. Kur i pret mirë, kur i në rëndej respekton, majnë në përgoj. Kur ma në autoritet, s'ka më e mirë se filoni. Qarë nusje kemi. S'ka si ajo. Elhamdulillah. Një pyetje thot Hoxhi nderuar, nëse dikush vetë vritet, a quhet ky caktim nga Zoti? Do me thonë, po u quajt caktim nga Zoti, ku do me dalë, do me thonë, është e justifikuar? Çfarë lidhje ka kjo punë, valla? Nuk ndodh gjë në tokë, në qiej dhe në tokë, po se pati shkruajt Zoti, po se pati caktuar Zoti. Po kjo nuk do të thotë se është justifikuar. Se edhe shirku është i shkruajtur dhe i caktuar nga Zoti, që nga justifikuar. Çfarë do të thotë kjo? Nëse dikush vetë vritet, a quhet caktim? Po, pastaj s'është justifikim. Si tha prisi besimtarëve, ti ma pret mu dorën, ndërkohë që Zoti e ka shkruajtur. Zoti më ka shkruajtur me vjedh. Po tha, po Zoti që ta ka shkruajtur me vjedh, ta ka shkruajtur edhe me të pret dorën. Hajde herë. Kalo ke sharra, korrentit. Kur lind fëmia, lejohet që familja të bëjë zbukurime në shtëpi për gëzim dhe mirëseardhje, po mos ka asnjë probleme, fetarisht. Familja gëzohet. Blejnë lule, blejnë lotra, blejnë amëlsina, blejnë torta, blejnë qerasin miqtë, qerasin mysafirët e vinë njerëzit.
e qerasin, sjellin dhurata, sjellin rroba, it's okay. Është mirë fare. Është tradit, s'ka lidhje kjo me përngjasimin. Alhamdulillah. Është punë tradite, s'ka lidhje me përngjasimin. Vllau jem pra vlla im, ka ble banesë dhe ka pas persona që i kanë hyrë banesë, i ka zonë motra dhe vjen a thot kanë hub gjanat elementare në kuzhinë. Tani më tha mu ti ke marr një korp e bukës. Ç'është korp në gjuhën Kosovës? Korp. I ka marrë një korp të bukës plastik, unë bana ben Zot, nuk besoj ke. Derisa më detyroi me shkel Kur'anin, e masi e shkela e shahu Kur'anin. A kam gabu? A kam hyrë gjëna ti ke dal nga feja? Çfarë gabimi po thumi motra ime? Ti ke dal nga Islami. Në momentin që i ke vu kamën Kur'anit, ti i je vetë shpallur qafire. Pse se të kanë akuzu se ke vjedh korpën e bukës? Për të akuzojnë pa drejtësisht. Në thonë, ti thu, jo, unë dal nga feja, ama korpën e bukës se kom vjedh. Trof që ke dal nga Islamin. Ti je në gjinof, ata janë gjinof, jo të gjithë jeni në gjinof, të gjithë jeni të lutem thot një përgjigje ma jep. Pse e shkela e apet nuk besoj ke? A të më pyet mu tani? A ma jepi përgjigje? Pa ha? Pse e shkela unë ato prap nuk më besun? Unë do t'ja përgjigje tani. Pse? Sepse i një tuft çmendurish, një tuft jo njerëzish, që zjeni për ku dëgjon ç'është kjo korpa e bukës, ç'a mund të jetë, vend ku mahet buka, e në shkon puna deri të shkelet Kur'anin me kom. Edhe tuft çmend më valla për Zotin. Ka kush më për sipër. Pendohu te Allahu se ke dal nga Islami, bëj dush, thuj la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, edhe mos boni më të gjona të tilla, se unë nuk e kuptoj, vallahi billahi. Pasha Allah, kjo gjë nuk ekziston në asnjë vend botës, në këtë univers. Kjo gjë nuk ekziston në asnjë vend botës në këtë univers, vetëm se tek xhahilat. Sa herë na ka ardhur kjo lloj pyetje? Komën në Kur'an se s'mbesuam, na ka ardhur kjo pyetje disa herë. Subhanallah. A kam të drejtë të ndahem nga familja pasi që të gjithë barën më ka gjuajtur babai mua mbi supe, edhe pse jemi 4 vëllezër, 3 jashtë, unë nuk kam thonë do të qëndroj me prindit, por nuk ja dal dot vetë. Askush prej tyre nuk më ndihmon, dil me vllain vete, mos e vrit mendjen. Dil në vete. Babai, prindit nuk janë vetëm tujt, janë gjithëve. Përderisa ata janë të rinj dhe mund ta majnë veten e tyre, ti mund dalësh në vete. Kur të bëhen të paaft dhe mos të kenë më mundësi me majt veten e tyre, ti obligohesh që ti majsh e të kujdesesh për ta. Ja pra, fëmijët që po rritën sot, 3 fëmijë janë në gurbet, s'ton me ja di se kanë babën dhe nonën gjallë. Ky këtu thot s'maj do të veten, a lejo thot me ike unë, me dalë dhe unë gurbet ike vëlla maj veten ta të që vetë menin. Fëmijët tanë janë fruti i të mbjellave tona. Si kemi ushqyer me dashurinë për Zotin, me dashurinë për pejgamberin, nuk e kemi ushqyer se ka botë tjetër dhe të dalim përpara Zotit, e s'do më ditë se ekziston prindi apo nuk ekziston. Ja pra.
A është e vërtet kjo se kam parë tek një faqe? Çfarë thotë kjo faqe juaj? Faqja ka emrin mbulesa.n.islam. Faqe kështu? Faqe kështu, reversisht. Edhe thotë kjo faqja e përmend qëllimisht sepse dua që t'ju tërheq vërejtjen atyne kjo faqja dhe atyne të tjerëve që tregohen ignorant dhe marrin çdo gjë nëpër faqe, vetëm mjafton që të ketë reklam islame. Kur të vdes nona, thot, dridhet arshi i Allahut. Subhanallah. Kjo është shpifje, nuk ka hadith, as ajet, as hadith. Nuk ekziston kjo gjëja në islam. S'ka dyshim që dhimbja më e madhe që kalon njeriu në këtë botë është humbja e prindërve, humbja e fëmisë, humbja e vëllezërve, humbja e motrave, humbja e njeriu dhe shokut të ngushtë, etj. Po dridhja e arshit nuk ka. O njerëz. Kam një pyetje, a zë mallkimi i gruas burrin, nëse i ka hyrë hak po? E nëse nuk e ka hyrë hak, i kthehet gruas në kaptin, gyp, prap. Vjera ka ble karafil, e thot me i shtin kulet disa thumbat karafilit, se është mirë dhe ju ecën në barë. Unë s'kam pranuar, thot, por burrit ja ka fut në kulet disa thumba. A mune me ja hek tinza, po çfarë të bëj? Po pse me hajin e thumzat? Rrënjët e karafilit futen nga një ngojë ditë për ditë. Një mjesht, një ndrek, një ndark. Kur të maroj, thuj vjerës, na e mush, maroj, tak vjera prap, ka 5-6 thuma për ditë, ose rrënjë karafili. Kjo quhet vjera karafil. Vjera karafil. Kështu që ju nuk keni pse të bëni llafe me vjerën. E mushi vjera atë kuletën me karafila. Tak, kur të maroj vjerë marun. Tak. Mashallah. A është gjuna të lahet foshnja e sa po lindur në banjo, sepse po më thonë këto të shtëpisë që s'duhet me e la në banjo. Po ku ta lajmë për shembull? Ta lajmë ke kuzhina. Ta lajmë ke frigoriferi. E i Zoti më. Se di, nuk e di. Kam një pyetje, më ka bërë shumë përshtypje, kam dëgjuar se kur një jo musliman thot selam aleikum, nuk duhet i kthehet selami me wa aleikum selam. A është e vërtet? Po pyesem ka ndodhur mua, thot jam muslimane, por nuk kam akoma mbulesë, dhe kur jap selam aleikum disa motrave nuk më kthejnë fare selamin. E para, kjo është e vërtet, që kur një qafir thot selam aleikum, ne i përgjigjemi wa aleikum. Përveç se nëse është afër islamit, nëse është ato, inshallah, mund të thuhet wa aleikum selam. Iku, e para. E dyta, thot, kum vëll selam, thot, disa motrave muslimane, po unë s'kam shami dhe ato s'ma kanë kthy. Arsyeja e mos kthimit, unë nuk besoj se ta kanë kthy se me nëse e qafire, po mund t'jenë të lehta mendërisht. Pra nuk është problemi se ato të shohin ty si qafire, po unë mendoj se këto motra që ty nuk thënë selamin, në motra ime, janë të lehta mendërisht. Pra janë mendje lehta. Kështu që stresit zero. Ti i po selami janë rregull. Se Islami nuk thot kthej selam vetëm femrës të mbuluar. Islami thot kush jep selam, kthej selam. Dhe fakti që dikush nuk ka shami nuk do thotë që nuk është muslimane. Por mendje lehtësia nuk ka brira, shqyr Zotit, sepse po të kishte brira, ajde të kaloje në për rrugët e Tiranës.
do të kaloj me motor sharr, të prej brindat e robëve. A bëj gjuna pse me lejet e drejtorit me ikë në xhuma në orar të punës. E kam afër xhamin, e kam pyet një herë, po se kam kuptuar mirë përgjigjen. Pa në rregull jeti më thes, shko fal xhumon, stresi ngrirje. Shko fal xhumon dhe stresi zero. Mirë dita, mirë mbrëma, se pyetjen e ka shkruar kur ka qenë ditë, në rregull është. I lutem, a mund të më tregoni i vdekur ja she çfarë bën gruaja e tij dhe fëmijët e tij në këtë botë? Jo, s'ka televizor aty që më pa. Çfarë ndodh këtu? I vdekuri ose gërbaç e tu përvlu, ose në xhenet e tu begatu. Kur shkojnë këto besimtarët në atë botë, nëse është xhenet li i pyet, po çfarë kanë ndodhur, çfarë u po? A marrun protestat, as marrun protestat. Për shembull, e nëse është ke seksioni i djegjes, as takon njëri, as e takon njëri. A mos siç besojnë disa njerëz se i vdekmi atje lart, na shef neve këtu, edhe këta kur bëjnë diçka, ja bëjnë me dorë. Edhe ai po na shef është i kënaqur prej nesh. Hapu dhe, i thonë kësaj. Si bëhet me rastin kur bëhet laser sysh, dhe nuk duhet të lajmë fytyrën, dhe duhet të mbajmë syze të zeza. Kush ka bëbak ju këtë? Okej, s'ka lidhje, nuk ka problem. Nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk lahen syt, nuk ka shu, edhe merret të jemum, siç e tham pak më përpara, dhe stresi zero ose në ngrirje. Vjehri im, sa herë që debaton me burrin tim, më përfshin dhe mua në debat. Edhe që s'kan fare lidhje, mundohet më fajsojnë mua. Vallai mirë ta bëj përderisa rri aty ti. Kur ata fillojnë moziti ik, arriti aty, tak përfshin. Rregulla e treshit. A filloi kakarisja mes tyne, fillon gjelat, dil për jashtë. Shko, mill tokën, mill lopën. Po dëgjom, pastro borrin, merru me rrobat. Shko bëj petlla, bë hall, ato të uziti, shko gatuj hall. Sa të qetësohen gjakrat, i bi kaj top hall. Edhe vjerit, edhe burrit. Dhe në thuj, ashtu jo pafsha gjithë herët. U morshi me njëri tjetrin, thuj. Një shok ishte udhëtar tash, po ka mundësi me fal drekën e ikindin rrugës me i lidh. Derisa të kthehet në shtëpi, ai dhe një orë kthehet, domethënë mbas i hin namazi i ikindis, ai kthehet. Sa herë ka të me fal drekën dhe sa ikindin? 4 and 4. 4 dreka, 4 ikindia dhe stresi ngrirje. Ashtë e lushme të hiqet bari që del mbi varrin e të vdekurit, sepse kur shkoj të luten tek varrezat, pra kur shkon të lutet për të vdekurit, të lutet vdekurit, po e pastroj varrin e të afërme, po marr qortime nga disa persona se thonë nuk lejohet të hiqet asnjë gjë që del mbi varr. Po nëse del një pen fiku mbi varr, ata heqim apo jo? Si mas këtyne, po s'ka lidhje valla. S'ka lidhje, e hoqe, e len, nuk ka problem. Dikush do me pastru barin dhe ta pastroj, dikush do me elon dhe ta lej. S'ka lidhje, është mirë, s'është mirë, është keq, s'është keq. Është fatkeqësi, është mirësi, është s'ka lidhje. A lejohet puna si servis telefonës se dua ta filloj si punë? Aman vetëm punoni, lejohet. Aman vetëm punë t'i shofi. Më thua një lutje që burrit të ndahet nga qelbësirat e rrugëve. Kush sura është më e mira që
ta largoj burrin tim nga ato. Mlidh njerëzit e tuaj, vërtetoje që burri lidhet me qelbësirat e rrugëve që thuti, edhe ti ke drejt, o me duru, në këto 300 vjetë që të kanë ngel, ose me i thonë burrit, ky është hera e funit. Unë ma me ty nuk rrinë që ose ti rri me qelbësirat e rrugëve. S'ka dua nga Kurani sure, nuk ka sure nga Kurani që kur ja kënon bilbylit në vesh i vin mend, nuk ka. Ti mund bësh dua, mund falsh namaz natë, mund bësh, po diçka kështu specifike që kënoj këte se ky avdalli ftjellohet, nuk ka, nuk ekziston. Ti the se hadithet transmetuara prej Buhariut janë më të saktat, por ti gjithashtu the se nuk ka xhehenem të përkohshëm. Por unë e gjeta se prej Buhariut kishte hadithe për xhehenem përkohshëm. Futi i tas lalt me pak krip, pak ama, jo kështu shumë, po pak. Se ju lexoni, po nuk e dini çfarë lexoni. Knoni, po nuk e dini çfarë kërceni. Sa është punë e madhe me ditë. E në të punu në regull sahati të lartë. Kam lexuar thot në Buhari se ka xhehenem përkohshëm. Nuk ekziston kjo gjë në Islam. Fare, pas në Buhari nuk ekziston. Ka dënim përkohshëm, pastaj futje në xhenet. Kjo po, është. Gjithashtu nuk e kuptohet pse për disa mëkate dhe pse Zoti thot janë përshkruar në xhehenem përgjithmonë. Disa dietarë thonë se thjesht tregon se mëkati është shumë i madh. Po pra kjo është. Nëse një gjuna për të cilin është thënë se kush e bën këtë shkon përjetësisht në zjarr të xhehenemit, mbas analizës del se ky gjunau nuk është idhujtari, paganizëm, apo femohim, apo heretizëm, do me thënë se qëllimi ka qenë me tregu se ky është një mëkat i kobshëm. Si që thuti fëmijës tat, po e bone këtë gjë, nuk je mo fëmija im, po është fëmija jot me adënë në analizë, e ke mrena. Po ti i thu, me kuptimin që tu zbamo situata. Tani unë kam i pyetje për ty që ke bo këto dy pyetjet. A nuk e veni pak radaken në punë? Si ka mundësi që njëri për shumë ngjoj një ligjërat e të ngatrohet në këto gjëra elementare? Si ka mundësi, vallahi bilaj, pasha Allah. Pyetje për hatër të Zotit po e bëj. Që në Allah e ka kriju me e vunë punë, jo me e lonë me leje, edhe me punu me trup. Kape, është kjo që djekë mushkonjët. A lejohet me ble këtë pra këtë aparatën? Me i mytë mizat me zjarë. Kjo s'është për mizat, kjo është për mushkonjët, për nejse. S'ka gjë, nuk ka problem. Stresin ngrirje. Stresin ngrirje. Do të bëj një pyetje, thot, në cilën dorë e man burri, thot, unazën e martesës dhe në cilën e man gruaja. Kthe përgjigje se unë e di në të djathtën. Ne më ti e di kjo shpirtin, pse na lodh neve këtu na bë pyetje. E para në Islam nuk ka unaz fejesa apo unaz martese. Nëse në disa vende është tradit që kur fejohet çifti vjen nga unaz, nuk ka problem fetarisht. Nuk është ndonjë problem.
Ku vije tani? Ku t'ju vi më marë? Vetëm në hunë mos ta vejnë unazën, po kështu në gishta le ta vejnë, ku t'ju vi më marë, përveç se burrit nuk i lejohet ta vejë unazën në gishtin tregues. Për femrat ka tolerancë. Hoj me gjë, desha me të pyet një video që e ke ku të tregon që nëse gruaja i fal 5 kohë namaz, agjeron ruan derin, i bindet burrit, i hapen 8 dyert e xhenetit. Po, e kom thonë. Se ka hadith, se kom thonë nga vetë. Nëse kretë që ta i bëj, thot mirë, po e kam. Nëse kretë që ta i bëj, pra namaz, në agjerimin nderin. Nëse kretë që ta i bëj, mirë, po a e kam borgjë me gjë. Me ju bind një burri që nuk është i udhëzuar dhe vepron mos harame derisa është burri jot, i udhëzuar, pa udhëzuar, është mohabet tjetër, për derisa është burri jot, ti bindesh si çeço. Si çeço ti bindesh. I udhëzuar, i pa udhëzuar është mohabet tjetër pastaj. Çfarë lidhje ka i udhëzuar? A është burri jot? Po. Po ti ishte i pa udhëzuar, s'lejohet më martu me qafir. Me qafir, muslimanës nuk lejohet më martu. Ti vetëm kur vjen puna për bindje është i udhëzuar, i pa udhëzuar. Po thosh është i pa udhëzuar, do thotë se është martesë haram. Qafir. Më shpik një pyetje nga mendja juaj. Bindi ju burrët aty edhe me i kombilës ti bindesh, i udhëzuar, i pa udhëzuar. Ku e di unë çfarë dije ke ti që e kupton se është i udhëzuar apo i pa udhëzuar? Kam një pyetje për një shokun tim, ai ja ka filluar tash me fal namaz, pra tani ka filluar të falë namaz. Dhe po pyeta, ka ndonjë problem nëse e fal namaz sabaut 10 minuta me vonesë? Për shembull, sabahu sot o kanë në 3:14, ky e ka fal, këti i ka dalë gjumin 3:22 dhe është fal 10 minuta me vonesë. Jo, valla, ky ka dalë pa namaz, o shok. Nëse sabahu në të 3:14, ky du të falin 3:24. Sepse aty shkruan imsaku. Si më thonë aty shkruan diçka që është diskutive shumë e madhe. Shin minimale duhet presi 20 minuta. Pra nëse sabahu hyn 3:14, minimale ky duhet ta fali 3:34 ose në 3:44 ose në 3:54 ose në 4 ose në 4 i qerek ose deri ke lindja e diellit ka kohë. 20 minuta nga imsaku ose 30 minuta nga imsaku deri në lindje e diellit. Nëse ngrim nga sejdë pa mbaruar imami fjalën Allahu Akbar, na quhet i sakt namazi? Namazi është i sakt, po jemi gjunafqar, se nuk kemi bind imamit dhe nuk e kemi pasuar. Namazi është i sakt, por jemi gjunafqar. A duhet me ja fal një herë gruas nëse tradhton selam aleikum? Wa aleikum selam wa rahmatullah. Por nëse pendohet, nëse tregon transparencë, 2, mund ta falësh, po nëse pendohet, nëse tregon transparencë, nëse shihet pendimi në jetën e saj, në veprat e saj, në sjelljet e saj, absolutisht që po. Mund të falë. Jam një vajzë që po e kaloj shumë siklet me veten, jetoj me burrin në Itali dhe kur vim në Shqipëri i vej vjerën në shtëpi, ajo as nuk më takon, as nuk më flet. Po edhe burri vazhdon të eci
të më çojë, më thotë mos e verë re, se sa herë do jemi aty veç sherr kemi. Unë jam me një mendim që vjera dhe nusja duhet të kenë respekt reciprok. Ajo më thotë e ke për detyrë dhe pse jo, edhe pse ajo më thotë në sy nuk të du, se djali im të mori me fëmijë. Djali im ka pas shumë gra të tjera. Nuk e di pse të mori ty, një gru me fëmijë. Ti nuk je për familjen tonë. Kur shkoj në shtëpinë e vjerës, as nuk flet, as nuk më takon. E kur vjen në shtëpi, burri më kërkon me dhunë që unë ta marr në telefon. Po kalon depresion. Jo, ti mos kalon depresion. S'flet vjera, ti do të jesh njeriu më i lumtur në botë. Gjithë problemi është këty në flet vjera. Po kalon depresion, thotë se s'flet vjera. Falendero Allahun, bjerë në sejdë Allahut. Elhamdulillah që s'flet. Po faktikisht kështu është kur s'ke burr. Po ke burr. E burri nuk i nda gjonat, burri, i len ajër. Kur është burr, i thotë non, këto është puna, ka erë nusje në shtëpi, përshëndetje, fol me nusën time, etj, ose mos ta bi. Nëse vjera nuk flet, kur shkoj ke shtëpia vjerës, mos shko fare. Boja me dorë nga larg. Që pa atë video nga qenej. O, Nazmi, jam shef se po ta luaj dorën, i thosh se shkreti. Hera parë që ishte pa kamerë. I thojtë Nazmiut nga ana tjetër e kamerë. O, Nazmi, thojtë, am shef që po e luaj dorën. E në ti thuj vjerës, am shef që po e luaj dorën e vjerë. Selam. Që të bëj kur flet vjera, po kur s'flet, o, Zoti është shpërblet. A lejohet me punu në dom të pleqve, në dhomë ka për qëllim, të pleqve, dhe me pastruhe me i lajt e me i shplajt. Unë jam motër muslimane, ndërkohë që aty në dhomat e pleqve, pra në shtëpiat, azilet, ka edhe meshkuj. Po tani varet nga rasti, varet nga situata, sa nevojtare jeti, sa si nevojtare, a ka hapësira tjera, a ka mundësi tjera. Janë shumë gjëra që duhen parë, janë shumë gjëra që duhen parë, po kjo zakonisht futet në seksionin e mjekësisë dhe në seksionin e mjekësisë ka tolerancë. Burri im thot ka një sabër të papar ndaj nënës tij, ajo më mallkon dhe i thot s'keni bër asgjë, s'po bëni asgjë. Atë që po e bëni e keni për detyrë. Fëmijët e tjerë duan të dinë për të. E keni ju thonë se ideali i vogël majeni ju. Burri im është njëri i mrekullueshëm. E respekton shumë dhe e plotëson të gjitha tekat. Të vetme në ankesë dhe pakënaqësi që ka ndaj burrit është që vjera ka nga fisi i saj gjithë afër dhe vinë futen në shtëpi pa thirrur, pa trokitur. Futen si doj qefi. Ajo ju thot aty në pyesni mua, mos i pyesni këta. Pra ajo ua ka bë këtë lehtësim. Burri është sepse thot nëse flas më hidrohet nëna. E po i hidru nëna mallkon. Jo vetëm kaq, po gjejnë dhe shumë gjëra dyshimta në shtëpi. Tani këtu kemi 20 halle me i pyetje. Halli i parë në këtë pyetje është fëmijët e mrekullueshëm që ka kjo nonë, që s'do me ditë për prindrit. Kështu është kur nuk edukohet njeriu me dashurinë për Zotin, dashurinë për pejgamberin alayhis salam. E para. E dyta, njerëzit e fisit thot vinë, futen si kolt në hën, ose si delet në vath, se ka femra aty, se s'ka femra, se mund t'jetë një femër sa po del nga banjo me peshqirë në kokë, s'ka. Gjë e gjallë, fis gjë e gjallë. Edhe kjo çobanesha që i ka hapë gjitha gardhet, edhe këta futen si kuajt, e si delet.
Kështu që normalisht përgjegjësinë kryesore ka burri apo motër. Ai duhet të vej kufi. Edhe nonës duhet të thotë stop, nuk mund të futen njerëzit pa njoftu, pa i raziles, pa i raderës. Se këta më nuk janë njerëz, nëse futet dikush në shtëpi tjetrit, pa leje, pa i thon kujt, pa i raziles, pa i raderës, nuk është më njeri. Kalon ke hajvant. Pra burri duhet të thotë nonës që ne jemi njerëz, nuk jemi hajvan, përderisa jemi njerëz të rrugë të fisit, kur vinë në shtëpi, i bin ziles, i bin derës. Kjo është e dyta. Tani burri thotë nuk flas dot se kam frikë se nxefet nona dhe mallkon. Mallkimi i kësaj nëne nuk të zen. Sepse është e çmendur. Dhe Allahu nuk i merr në konsiderat të çmendurit. Kështu që kjo non i kthehet mallkimi në kokë vet, nuk i zen fëmijë. Jemi një familje besimtar në vështruar me nënën e bashkëshortit, prap. E pauzuar, ka 5 vjet që nuk lëviz dhe nuk ecën se shkak i një rrëzimi. Ka qenë lindur me probleme të këmbët dhe tani pas rrëzimit ka ngelur fare. Kemi bërë operacione, por s'ka si rezultat. Ka 9 fëmijë. Asnjëri s'do t'ia di për të. Burri thotë, me që është me ne kemi bërë detyrë me kujdes ndaj saj. Jam dakord, burri ka një kujdes të jashtëzakonshëm për nënën e tij. E lajme, e pastrojmë dhe e plotësojmë çdo gjë, që ja kemi plotësuar gjitha nevojat, në dhomë, si mungon asgjë, me televizor, me frigorifer, me komoditet, por ajo nuk kënaqet. Gjatë gjithë kohës vetëm mallkon, shan dhe ofendon, por pranaj ja ka thyer Zoti kockat. Se si e ka njëri. S'ka, pranaj ka thyer kaptinën. Stresit zero, ose vritmenjen, jeni në rregull, burri jot që e ka për mashallah, ti që e ke për mashallah, vjera ju ka qellu që nuk është njeri. Kështu që lejeni vjerën të mallkoj, nxjerri dufin për mrena. Ai që ka thyer gjitha ne. Vetëm kaptinën pas ka ngel Zoti me ia thyer vjerës tate. Hoxh, namazet pas surës El-Fatiha mund t'ja shtojmë dhe një sure tjetër? Po, lejohet, nuk ka asnjë problemi. A lejohet me punu të thonë, e thamë këtë, iku. Doja të pyesë diçka, shpesh herë shoh ke vetja sa herë fal namaz me xhamat më hapet goja. Dhe më flihet gjumë, dhe pashtu edhe në shtëpi, kur lexoj Kur'anin një të gjë ndodh. Mos ka të bëj kjo me mësyshin, ma asnjë gjë s'ka të bëj, je i lodh, je i kput dhapa gjona. Asnjë gjë s'ke, je mashallah. Asnjë gjë nuk e. Pas atë kur lexon pa e bëj edukat, të hapet goja ze gjumin. Ama kur e bëj edukat, nuk të hapet goja, nuk ze gjumin. Edhe namazin, po u fale sa më shumë, sa më shpesh, ikin këtë gjana, po kur njeriu e bën avash, ndodh kjo punë, se lodhet i shkretit të fal namaz. Do të bëj një pyetje për kartat e kreditit të cilat mbajnë 1% të caktuar interesi për mirëmbajtjen e kartës. A quhet haram kjo? Shërbim është shërbim, s'ka lidhje. Shërbim. Nuk ka lidhje. Ti mund të bësh e pyetjen e lejon kartat e kreditit, s'ma bet tjetër. Po pse pagu ti se për mirëmbajtjen e llogarisë s'ka lidhje fare. A është keq të mbahet unaza arit dhe e silverit dhe ari i bardh bashkë me një kisht, se thonë është keq dhe ters. Varet i çfarë është ky që bën pyetjen. Nëse është burr, s'bën fare me vu flori, as të verdh, as të bardh. Nëse është gru, lejohet me vonë edhe florinin edhe sermën. Silverin, ka thonë anglezi këtu ke pyetja. Silver. Kështu që nëse i vend të dyja me i gisht,
femra, edhe unazën e goldit, arit, edhe të silverit, argjendit, lejohet, s'ka si problem, s'ka lidhje me tersin. Jam nëna një vajze 24 vjeçare, ka lindur me zhvillim të vonuar, dhe gjithë të viti kemi bërë gjithçka të mundur për përparimin e saj. Dhe çdo gjë ka ardhur me vonesë. Mbas 6 vite hapet e para, pas 5 vite gjithmonë duke bashkëpunuar me mjek profesionist dhe logoped e operacione të shumta të syve. Duke qenë dhe vetë në profesionin e mësimdhënëses, vajza ka arritur që me shkollën ku punoj, sepse se ka pas probleme në dhe përfundoi klasën në 9. Ajo që më bën gost është fjalia që kam dëgjuar nga një familjare e burrit, nga një familjar i burrit, se Zoti ty të ka dënuar dhe po paguan për të parët e tua, për të parët e tu. Po çfarë duhet kisha bërë unë keq që të dënoj vajza ime në këtë formë? Apo po paguaj për të parët e mi? O motra ime, ty Allahu do fort, Allahu këtë fëmijë do fort, ti je sprovume, bëj durim, bëj sabër, ti ke bo xhihad me këtë fëmijë. Ti ke bo xhihad me këtë fëmijë. Allahu ta shpërblet me xhenet. Allahu don xhenetin. Ndërsa këta që thonë, jo po të ka dënu Zoti, jo po të jetu pagujt, këta janë kafsh, nuk janë njerëz. Nuk futen tek njerëzit. Kështu që mos u prek nga ajo që thonë hajvanatet. Kështu që stresin ngrijo motra ime, ti je në xhihad. Ty Allahu ka bërthon inshallah mirësit më dhoja, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Fisin ton pas të tek një person, ato kur e kanë varros me gjithë, e kanë varros me dhe gjithë vetëm anësore, pak ka qenë me beton, ju ka prish varri, dhe tash e kanë bo me beton komplet. Tash ju ka bo fisit ton në ëndër që ka dalë ai personi i vdek dhe ka thonë që jam në burg. Rregullojnë e varë, hiqen i betonin, o njerëz, subhanallah. I ka dalë thot i vdekur i gjithë njerëzve fisit në keni fut në burg, që e kanë bo me beton vorrin. Po hiqeni pra, Allah ju ka pru i mesazh që ajo që keni bo nuk është e mirë. Se nuk vunë i vdekmi për çmendurit e të gjallëve, po puna është Zoti ju ka dhënë sinjal që mos nëse kjo gjë nuk lejohet. Kam një shok që më thotë që lejohet shërbimi i alkoolit dhe unë them jo, pa ai nuk beson edhe pse është e shkruar në Kur'an. A mund të më përgjigjeni? Edhe herë. Kam një shok që më thotë që lejohet shërbimi për ta shërbesh alkoolin. Dhe unë i them jo. Po ai nuk beson. Dhe pse është e shkruar në Kur'an. Mund të përgjigjeni ju lutem? Ai nuk beson çfarë shkruhet në Kur'an që s'lejohet me shërby alkoolin, nuk është e shkruar në Kur'an kjo gjë. Është e shkruar në hadith, fjalët e pejgamberit alayhis salam. Ose fjala e Zotit mos bashkëpunonin këqija, po nuk është thon kështu tekst. Mos bashkëpunonin këqija në mëkate, okay. Kështu që se marr vesh për çajin e zi. A bon me marrë rrugë për me shku për vizit në xhenaze pasi ka lindur fëmia, pra fëmia ka për qëllim. Sepse po thonë shtëpi si nuk bon 5 javë e ka qel varrin me demek, mundet me vdek nda këtyn e 5 javë, pa i ka larg budallëve për Zotin. Ama nëse janë shtu për Zotin, e mos janë shtu, alhamdulillah.